kohë për marrë deri që atë. Çmimi që e merr në skenë është pak i rëndësishëm, sa ja vlen rrugtimi edhe mësimet që i merr gjatë këtij rrugtime. Janë të paspjegueshme prej librave ose prej shkollave, është super eksperiencë. Gjatë kohës së pandemisë, ke shtuar plot 115 kg. Ke arritur deri në këtë peshë, që për gjithë kë, nuk është peshë ideale, nuk është peshë e dur, mund të shkaktojë edhe sëmundje të ndryshme. Si e gjetë forcën për të marrë një rrugtim për t'i humbur ato kilogram? Dhe si arrite deri në peshën që ti ke dashur? Fillova gradualisht, fillova edhe me punu si trajnere, sonë veç profesionin e kom ditë, po njëtën kohë nuk disha rahat me vetën se një trajnere me mbi peshë është pak absurde me u pa. Edhe thjesht thash me një moment, okej, nisja provo me sfidu vetën për garë. Edhe fillova, fillimin nuk i tregojsha kërkuj, se e disha që kanë me qesh me mu, edhe kanë më duk tepër e pamundur. Edhe ashtu ka ndodhë, shumica e kanë po shumë të pamundur edhe e kanë thonë para meje, para gjithve që okej, provua, mo është pak vështirë, nuk e dija mund është me mbri. Edhe thjesht kom besu që kom ja dalë deri në fund, edhe veç kom punu tepër shumë, kanë qenë ushtrime tepër intenzive, komunikimi me njerëz ka qenë pothuajse zero, gjatë gjithë kohës kom qenë vetëm, për shkak se është një rutinë që nuk të duhet asnjë person afër. Dush me qenë vetëm, ki me uzgju prej gjumit, ki me shku me bo kardion, ki me pi ujin që e ki të caktum, ushqimin e caktum me gram. Gjatë gjithë kohës e kom pregadit ushqimin vetë, nuk ja kom besu kërkuj me ma bo ushqimin ose diçka. Thesha jo se gram të atë, jo mundu gjatë gjithë kohës me najtë tepër strikta. Kur flasim për emocionet, duhet ke pas një moment ku ti ke thënë balma. Është kjo shpreha që ne e përdorim ndoshta shumë më shpesh dhe të lutem regjis të kemi mundësi të shohim edhe disa pamje. Si e ndjen në çat moment kur ka qenë hapi parë për të bërë ndryshimin? Unë e mendoj që ka qenë një moment si me shtyp një pull, edhe veç që aty ka ndryshu gjithçka edhe nuk kom pa kur gjë tjetër pas që ti rrugtimi, por që gjatë gjithë rrugtimit kur veç fillun me u pa që për një ma po ja dal, ka pas njerëz, ka qenë si një maraton që njerëz të ndihmojshin, edhe të supportojshin, të motivojshin, por prap e kanë pas dyshimin që jo, nuk ja dal. Okej, na ndihmojnë, po jo, nuk ja dal. Edhe veç nuk kom pa kur gjë tjetër pas skenës. Bile kom pas rastin që çdo kush kur më pyet çka don me bu nëntor, dhjetor, nuk shohesha kur gjë tjetër. Pas 4 tetorit garës parë, thesha kur gjë nuk di. Dej me 4 tetore di që ka më ndodh, kur gjë tjetër nuk di. Pra, direkt nga ata kilogramet të tepërt, ke punuar dhe ke sakrifikuar ndoshta edhe në momente familjare, momente ahengje, ku ta di unë, për këto data, për nëntorin. Fillimisht unë nuk e kom pas në plan me vazhdu me garu më tepër, se si garu se për herë parë dhe duke u bazu prej nga jem nis, normal unë nuk e kom pas fizikun perfekt. Tash atje më ka ra me pa fizike tepër të mira që po ato e ngaruse që punojnë me vite dhe është trupi i pjekun. Edhe thjesht kom dash me provu në garën e Kosovës edhe mos me vazhdu më tepër. Po kur e provova skenën, kur e pash sa shumë më pëlqej, thash, okej, thash pse jo mos me provu edhe një eksperiencë diku ma larg. Që shkan e shan qysh do këtë një garuseve që garan me vite, qysh është procedura, jashtë vendit, garë mediterrane, garë botërore, pse jo. Edhe thash, okej, pi provaj. Por po ta fatin që për mos me u dëshpru edhe në Malta, fitova vendin e tretë, edhe thash, okej, që kjo është edhe një plus tepër më Garuse për herë të parë, po. Që mos më u kthye dëshprume. Edhe pse për mu ka qenë super eksperiencë, kom pa shumë, kom mësu shumë. Është një sakrificë shumë e madhe që e bëjnë personazhet e këtij lloji sporti, po e quaj sport. Ndërtimin e trupit, ndërtimin e muskujve për ta përkthyer nga anglishtja si bodybuilder. Trego pak, cila ka qenë për ty sakrifica më e madhe që është dashur ta bësh brenda këtij viti për të arritur deri në këtë garë? Sakrifica më e madhe ka qenë kur kam shku te familja, edhe thjesht ashtu ju kom dhimbt, po
është dashtë Në më çfarë konteksti, për çfarë? Po, Të kam po... kisha dëshirën me najt me ta, po puna më pret kënej edhe nuk mundesh me bua të ofër tëne. Se thjesht është e pamundur. Për mu ka qenë e pamundur, për dikën tjetër që kanë familje, kanë fëmijë, veç kanë kalu me një rutinë që është shumë e thjeshtë, ama për mu si fillestare ka qenë shumë e pamundur. Edhe thjesht është dashtë me u shkput për tëne, është dashtë me ilonë edhe me u nisë për Prishtinë dhe me vazhdu procedurat e mia kanë qenë, dhe me thënë, periuda shumë shkurta që kom qëndru me ta. Me thonë nashta as 24 orë nuk kom qëndru, veç mu ka dashtë me u shkput për tëne edhe gjithmonë, sorry, më këthim Prishtinë, më këthi të qajtë. Me dëshirën me najt atje, po o konë shumë e pamundur. Që kjo konë ma vështira për mu. E familja, po në kuptimin, në kontekstin e ushqimit, në kontekstin e gjitha atyre orëve që duhet pa tjetër me i kalu në fitness... Ato veç trupi u mësu me një periudhë dhe si më ushqimin, si më ushtrimet. Veke një moment që me nëzise për qa orën me shku më ushtru se dëshe me jopë maksimumin tënë se dëshe që ki me dalë në skenë, me pa tjetër e ki. Ajo veç filloj edhe u bo si obsesion për mu edhe me nëzise për qa. Po. Amo nuk kanë qenë shumë vështira. Normal, fillimi me ushqimin ka qenë shumë i vështirë. Po. Deri sa trupi filloj me mësu me sasi tepër të vogla të ushqimit, të ndyrnave, sheqernat zero, po, do më thënë, as frutat nuk i kom pas leju me ndjetë. Edhe mësova, edhe momentin që ja kom vendos vetë qëllimen, kom thonë, okej. A nuk ka as një moment të ndues, Ela? Kom pas momentet që vjen një moment që truni veç nuk punon. Edhe veç nuk mundesh me thonë vetit ndalo. Kom pas raste që kom prish dietën. Apo? Shumë shpesh kanë ndodhë natën, se nata është gjithmonë ma vështirë për shkak se trupi është qashtot që lëp me hungër. Edhe kom pas raste që kom prish dietën, po nuk u konë diçka që mu më ka rreziku. Normal, ajo është e mira përmes me prish heq, kom ujtë me dole edhe në fizik ma të mirë, por që prap ju kom qëndru shumë strikte dietës. Qëfar diete ka pas Ela gjatë kësaj periude dhe në qëfar peshe ka arrit në gara? Në garën e fundit, kom dalë me 64.5. Përgatitjen e garës e kom fillu me 84-85, më në mos gabufsha. Për foli përgatitjen e garës. Po. U konë tepër e vështirë, se me një periudhë veç ka pas stagnu pesha dhe veç trupi nuk dojke mu, se trupi u ambientu me kalorit e vogla, edhe veç nuk dojke mu me ndryshu. Edhe dikur u pajtova, thash, okej, s'po dën trupe, reje qetë, se stresin dikon tepër shumë, gjumin dikon tepër shumë, gjumin e kom pas tepër me regull, zonat nëra 10 kom flajt. Edhe stresin e kom vrejt që shumicën e kohës kërë im konë shumë e stresume, a thua për moj, nashta nuk për moj, apo ja dal, a nuk për ja dal, e më kanë diku tepër shumë në trop. Më thonë me një moment veç e sheshe vetën të nesër me që je fry, pse dikon tepër. Dhe qëfar ndryshove nga ajo periudhë kur e kuptove që trupi një farforme ka stagnu edhe nuk po arrin që të humbë ato kilogram që... Veç u pajtova edhe thash, okej, qashtu qështi kime mbri me dal, kime dal. Ke pasur synime tjera? Përna? Ke pasur synime tjera apo një dëshirë tjetër për pesh? Synimet normal që i kom pas me dal... Ma pak? Ma pak edhe shumë ma bukër, po prap prej pikës që ku jemi njës, kjo ka qenë forma perfekte. Po. Forma perfekte që nuk e komendu në erë që ka me arrit. Dhe po flasim për muskuj të ndërtuar bukur, për muskuj të cilët nuk është se kalojnë, po themi, ndoshta edhe një tjetër stad, që për shumë femra ju duket ndoshta edhe shumë. Femra nuk e kuptojnë, amo kategoria prej kategorisë dalaj. Kategoria jame nuk kërkën me pas mas muskulare shumë të theksuar, por prap është dashme qenë edhe pak ma tonifikume, por prap ka qenë mirë. Fizikun që kanë femrat në skenë është shumë probleme më bojt në jetën e përditshme, sidomos të femrat, edhe të une e kumë po edhe vetë ndryshimin, por nuk është gjithmonë ajo është ka shijet në skenë në përditshmëri. Se këtë në fillim të ishën jo, po kime u dukë si një mashkull, jo, nuk kime u dukë si një mashkull kur ti e manë feminitetin edhe runë feminitetin. Mendoj që ka bu më dukë tepër ma bukër për shkak që është rregullu postura trupit, është drejtu për shkaku i pozave, ushtrimeve, muskujt më kanë bu më dukë ma e gjatë, ma e drejt, ma
femërore, mu për veti mu ka duk vetja që këm dalë ma femërore. Pa tjetër edhe s'diskutohet sepse fotografitë e tregojnë në shihet, por e ke mendu që do t'arrish deri te kjo pikë, pikërisht në ato momente? E kum besu që kam e ke besu. E kum besu që Kjo kam është arrit kjo pikë, po prap ashtu e kum pas atë frikën që apo ja dal, nuk po ja dal. Por prap e kum thonë, çfarë e mban, po themi, këtë konsistencë të gjallë ose gjithmonë aktive? Çfarë duhet të ketë një person në atë trurin e tij apo të saj që ta arrijë pikërisht atë qëllim? shumë. Është shumë e lehtë me thonë disciplina, po i ndëgjojmë këta motivuesit që flasin, apo edhe influencer të ndryshëm, disciplina është Chelsea, disciplina është Chelsea. Ndryshe është me thonë me gojë disciplina është Chelsea, ndryshe është me shku atje me i harxhu gjitha ato orë në fitness, apo në vrap, apo kudo që e ka një person qëllimin, edhe tjetra mja bashkangjit, apo mja komplementu pjesës të ushqimit. Është shumë e vështirë në realizim. Po, disiplina që unë e kom pas për përgatitjen e garës ka qenë tepër e përkushtume, sa që unë nuk kom dalë as natën, nuk kom shku as në pushime, kom hup shumë, edhe gjithë kohës shoqënia rreth e moshatarët e me, kolegët në punë, ose kushdo, jo, po edhe është pak vështirë, nuk mundesh, kom pas rastin për shoqërisë, jo, nuk me bo një jetë si te, kjo është një jetë e mërzitshme. Po është një jetë e mërzitshme, po jo, po është që kjo fesë që to, është që kjo fesë që to, ti pe hup,